Gjithsesi, debutantet jo vetëm se po këndojnë, po vazhdimisht po i tubojnë këngët dhe në fund po i editojnë me albumet e tyre. Dhe kështu kemi arritur edhe tek albumi më i mirë i debutantëve. Pretendent janë Alban Skenderaj, Vlad në shkret të tjerë, Po. Ekremi, The Last Product, Grupi misterios, vetëm ritëm dhe Ryva Kajtozi pranoje. të shohim në vazhdim se kush do t'jetë fituesi i albumit më të mirë debutues. Atëherë fituese është Ryva Kajtozi. Urime, kënej. Urime. Atëherë pyetjen e parë do t'ja bëj unë sonte. Një aktore që po premton shumë, angazhuar në shumë gjëra që ato vetë po i shohim në për televizionet tona të shumta këtu lokale dhe kombëtare. Sonte pak më vonë do të na paraqitesh, por jo si aktore, por si çka? Si këngëtare. Po natyrisht se ky është edhe misioni i spektaklit tonë, një duar trokitje të madhe për Ryv Kajtazin, fituese e çmimit albumi më i mirë. Pikës pari mirë mbroma gjithve, përshëndetje për gjithë, faleminderit, përshëndetje Jurin, përshëndetje për Ziko Company, për gjithë ata që më përkrajnë, faleminderit. Ku e realizova albumin pasi që është një çmim me të vërtet prestigjios, themi ashtu? Albumi është punu disa në Maqedoni, disa këngë jem punu këtu në Kosovë, përmban gjithsej 8 këngë. Në mesin e tyre hyjnë edhe 2 këngë, cilat janë shpërbly në Polifest. Kënga e parë është shpërbly me çmimin e dytë, ndërsa tjetra me 2 çmime. Paraqitja skenike më e mirë dhe interpretimi më i mirë. Tani ta marrim edhe çmimin. Faleminderit shumë Ryv. Sigurisht se po, faleminderit shumë, e zbukurove skenën tonë sonte. Hip-hopën darë mbi videoklipi Femër. Do mi thuash? Po nuk kam femrat preferuar, se ti e di që femrat i kanë inat femrat. Kam meshkujt preferuar, po s'ka që do t'i thëmë 5 nominimet. Janë pak vajza që ne njohim që t'vogla. A ki ti favorit, mas jo femën? Kam. Hajde. Wow. Ryva Kajtozi! Kënga më pëlqen dhe nëna ka pëlqyer gjithë përderisa mori vendin e parë në videoklipin Hip Hop and R&B. Riva të presim. Mirë mama gjithëve, faleminderit për çmimin. Urime. Petën e çmim? Po, jo me nominu me shpresoj, pse jo. Po duke shumë bukur, më trego pak kështu kujdes. Për lukon normal, stilisja jam personale, flutra dhe dinja, për grimin sel, madhe për flokët dona. Kalo sa më mirë. Gjithashtu edhe ju. Ciao. Janë një qift i jashtëzakonshëm, një qift i admirueshëm, një qift shumë i suksesshëm, të cilët do t'i ftoja në skenë. Janë ata Ulpiana Lama dhe Ardian Lama. Pasi moda kalon, e vetmja që mbetet është stili, thoshte Coco Chanel. Coco Chanel është ai që kishte fustane nga 10.000 euro? Ajo, pak më shumë, pak më pak, po nuk është çështje çmimi, është çështje personaliteti dhe shijeje. Edhe portofoli. Burrat. Gjithmonë mbaj shënim se sa ka shkuar çmimi dhe fatura në fund të muajit. Ju jeni shumë njerëz të bukur të mbledhur në një vend këtu. Duket ka qartazi një përpjekje për afirmimin e stilit personal. Juve, zoti ju luajt, ministër, policia po e bën mirë punën e vet aty jashtë? Shpresoj që po.
Mirë, degustibus non disputandum. Shihet nuk diskutohen. Mirë po juria na ka propozuar një listë të nominuarish të cilët do t'i shohim tani. Best Styling. Si person që merret me median dhe komunikimin publik, është një nga detyrat e mia që t'i jap këshilla klientëve, personave, edhe lidhur me veshjen. Më sakt me si nuk duhet vishen, duke përjashtuar çfarë nuk duhet veshin. Por jo juve, sepse juve me përkufizim duhet I shtyni kufit dhe të vini me stile të reja, të vini me linja të më avangard. Fituesja sot është Ryva Kajtazi me të Kampran. Veç me ty ndije mirë, baby, ndije mirë, baby. Vetëm kur të kam pran, baby, të kam pran, baby. Sfari mi mrama gjithve. Dim shumë mirë që jam në mesin e juj. Faleminderit shumë për çmimin, ky çmim do më thonë shumë. Sfari kisha mi falenderu gjitha ata njerëz që kanë kontribuar normalisht edhe më kanë përkrahur vazhdimisht. Sfari është familja ime të cilën e du shumë normalisht edhe që më përkrahur vazhdimisht. Mandej njerëz cilën e kanë punu këngën, ky çmim I dedikohet domethënë Flutra Dedinjes, e cila kujdeset edhe është kujdes në klip për stylingun edhe për sonte. Faleminderit shumë. Sa për juve votojnë përmes internetit këto edhe klikojnë YouTube edhe I shohin klikimet? A ka dikush ngrit në dorën? Okej, pas ka mjaft. E kemi edhe çmimin e internetit prej votave, do më thonë këtë çmim zgjidhet prej votave që ju marrë në emailën e Ziko TV-s për njënën prej këngëve të nominume. Kështu që këtë çmim, sipas internetit edhe sipas emailit ton, shkon për Ryva Kajtazin, hajde zemër. Hajde zemër, rrive pak, mos më lërë pa thënë një fjalë, se më bën të ndihe. Ryv, po ta bëj një pyetje. Qysh po do këtë më konë e votu me shumë në internet? Okej, shumë mirë. Definitivisht, po ndina shumë e vlerësume. Faleminderit shumë, njëkohësisht Ziko TV-s, Ziko Kompanis I uroj 20 vjetorin, inshallah dhe shumë vite tjera të suksesshme. Faleminderit gjithë fansave dhe njerëzve të cilë kanë klikuar dhe kanë votu për këngën Hajde Zemër. Kisha mi falenderu ata cilët e kanë punu këngën, është Arbasi, cili ka komponu këngën, është Big Basta për tekstin, Urban Grafik për klipin, edhe gjithë ata njerëz cilë kanë kontribu për këtë spot. Faleminderit shumë.